Rikthemi pak marrëveshjeve me Italinë. Unë do doja që të ndiqnim pak atë çfarë ka deklaruar Ministri i Mbrojtjes zoti Piro Vëngu lidhur me marrëveshjet e arritura në fushën e mbrojtjes, edhe t'i komentojmë në studio mbi rëndësinë dhe peshën që kanë këto marrëveshje. Mbledhja e dy qeverive në Rom është ndoshta mbledhja e parë e këtyre përmasave, një mbledhje e mirëfillte të dyja qeverive, qeverisë shqiptare, qeverisë italiane, në drejtimin e dy kryeministrave, Rama dhe Meloni, dhe është pasqyrimi i rritjes dhe dinamikës së marrëdhënieve dypalshe gjatë gjithë periudhës së viteve të fundit, qoftë në rrafshin e investimeve italiane në vendin tonë, qoftë në rrafshin e bashkëpunimit ushtarak apo të mbrojtjes civile. Nga 16 marrëveshje që nënshkruajmë sot, 8 prej tyre janë të fushës së mbrojtjes, industrisë ushtarake dhe të mbrojtjes civile. Pikë së pari kemi marrëveshjen e parë prej 3 dekadash tashmë, hera parë që rinovojmë partneritetin ushtarak me Italinë, për shumë arsye, brenda NATO-s, për arsye të industrisë ushtarake që duam të kemi në fokus nga të dyja brigjet e Adriatikut. Kemi 2 marrëveshje që nënshkruhen mes kompanisë shtetërore Caio, gigantit italian Fincantieri për prodhimin e anijeve ushtarake dhe jo vetëm në Pashaliman, dhe kjo është një arritje domethënëse e mbledhjes dy qeverive. Një marrëveshje tjetër mes Caios dhe një tjetër kompanie italiane, Leonardo, e specializuar në teknologjitë ushtarake, mbrojtjen kibernetike me një fokus të veçantë kësaj radhe dhe në tryezën e dy kryeministrave. Dhe vijojmë edhe me një mbështetje domethënëse për sa i përket mbrojtjes civile. Mbrojtja civile shqiptare ka pasur një bashkëpunim do të thoja të shkëlqyer me mbrojtjen civile italiane, dhe këtë partneritet duam të çojmë në një nivel akoma më të lartë për krijimin e të gjitha sistemeve të paralajmërimit të hershëm, të stërvitjes dhe të gjithë sistemit të qëndrueshmërisë emergjencave civile në vendin tonë dhe krijimin e detyrimit që buron nga Bashkimi Evropian për të pasur dhe ne numrin Europian 112, ku të gjithë qytetarët shqiptar apo vizitorët në vendin tonë mund t'i referohen për çdo emergjencë që mund të kenë. Pra, në gjithë spektrin e bashkëpunimit, mbrojtja, industria ushtarake, mbrojtja civile janë kryefjala e këtij bashkëpunimi. Qoftë Italia, qoftë Shqipëria, qoftë gjitha vendet e NATO-s në fakt janë në një fazë ku ka një rritje të buxheteve të mbrojtjes, ato që diskutuam së bashku me kolegun Crosetto, i cili është një nga kolegët në fakt i cili ka një vëmendje të posaçme ndaj Shqipërisë dhe partneritetit mes dy vendeve, dhe dua këtu ta falenderoj posaçërisht. Kemi diskutuar për mënyrën se si rritja e buxheteve të mbrojtjes të mund të shërbejë jo vetëm dimensionit ushtarak, po edhe inovacionit në dimensione të tjera, formimit ushtarakëve tanë në akademitë italiane, investimet, siç e thash, të kompanive italiane në vendin tonë, sepse duhet kuptojmë që çdo investim në industri ushtarake prodhon edhe efekte zinxhir në industri civile. Një vend pune në industri ushtarake prodhon 3 vende pune në industri civile, dhe kjo na bën të mundur që Shqipëria praktikisht të jetë pjesë e zinxhirit furnizimit, pjesë e zinxhirit industrial evropian, ndaj dhe kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme dhe ky nivel bashkëpunimi në drejtimin e dy kryeministrave ka filluar të prodhojë fryte transformuese për Shqipërinë. Siç ndoshta jeni në dieni, Caio ka filluar dhe ka filluar aktivitetin dhe ka krijuar 3 kompani ekzistuese për sa i përket prodhimit të municioneve, prodhimit të mjeteve të blinduar, mjeteve të emergjencave civile dhe uniformave, dhe është në negociata të vazhdueshme me një sër partnerësh, 2 prej cilëve janë italian, Fincantieri dhe Leonardo, dhe ne sot praktikisht konkludojmë parimet e bashkëpunimit mes Caios dhe këtyre kompanive italiane. Marrëdhënia me Fincantierin parashikon disa hapa të tjerë ligjor dhe financiar, por parimet janë të sanksionuar në marrëveshjen që nënshkruhet sot dhe do bëhet publike pak më vonë, ku parimi është një kompani e përbashkët që do të themelohet nga 2 entitetet dhe do ketë për funksion detyrë të prodhoj praktikisht në Pashaliman anije, jo vetëm anije për Shqipërinë, anije edhe për Italinë apo edhe për vende të tjera që i porosisin pranë gigantit të industrisë detare që është Fincantieri. Mirë, ndoqëm Ministrin e Mbrojtjes në këtë deklaratë që u dha në fakt fill pas mbledhjes së përbashkët mes dy qeverive.
Zoti Prenga, e vuri theksin tek sa rënditi dhe përmendi të gjitha marrëveshjet në fushën e mbrojtjes, vuri theksin edhe tek marrëveshja me apo le të themi pakti i arritur me kompaninë italiane Fincantieri për prodhimin e anijeve ushtarake në Pashaliman. Në tërësi, si pat këto marrëveshje dhe konkretisht për prodhimin e anijeve ushtarake në Pashaliman? Unë shikoj një mori marrëveshjes, por të ndarë në 3 kolona kryesore, mendoj unë. E para ishte marrëveshje strategjike në fushën e mbrojtjes me palën italiane, e dyta lidhesh me industrin ushtarake, dhe e treta ishte me emergjensat Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Është kjo pjesë e mbrojtjes, sepse aty është atëshuar. Për t'i marrë pastaj, ne kemi patur marrëdhënie në fushën e detit, si ishte edhe pak përpara e theksova, për arsye se ne lagimi në lindje dhe në perëndim nga njëjtat ujëra, po të themi. Pavarësisht ndarjeve pastaj në ujërat territoriale, në ujërat neutrale, apo edhe në palën tjetër kundërshtar. Në këto kushte, italiani ka një eksperiencë si një vend i zhvilluar prej kohësh në përgatitjen, trajnimin dhe prodhimin e të gjitha mjeteve të trupave dhe të mjeteve të detare. Në këto kushte, ne kemi patur përpara, e patëm një marrëdhënie të ndërtimit të anijeve, janë ndërtuar dhe 4 anije me emrat që janë sot në përdorim të forcës detare tonën, nga kompania holandeze e atërshuar edhe ajo në Pashaliman. Për arsye që i din ata të cilët i kanë shkputur marrëdhëniet, e kanë prishur kontratën, ikën specialistët dhe tashmë është bërë një hap e ndërmarrë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm, kryesisht për forcën detare. Dhe kjo është absolutisht edhe shumë më e mirë, sepse mund të mbash specialistët, se duhet shumë punë të përgatitur specialistët. Dhe në qoftë se ju, ose ne, si vend, kemi nevojë për 4 anije luftarake, apo qoftë dhe peshkimi, apo transportit jo të largët, po në ujërat të afërta, mes dheut, unë do thosha që nuk mund të mbash specialistët të angazhuar gjatë gjithë kohës. Atëherë këtu është ndërmarrë dhe është diskutuar bashkë me shtetin italian që të krijon një trup të përbashkët që të shërbejë të 2 vendeve. Dhe detyrimisht që si kompani aksionere që është Kajo, ajo ka të gjithë ekskluzivitetin ligjor për të lidhur marrëveshjet dhe për të afruar nën kontraktor, që të mund pastaj të dalë dhe në treg. Ne kemi patur italiani, kroati, turku, të gjitha kanë organizojnë, kanë industri të zhvilluar ushtarake. Dhe ata për të ardhur në ndihmë vendeve të tyre dhe për të krijuar tregje shitje, ata organizojnë panaire. Pra pa patur frikë që po përbëjnë një sekret, sepse gjithë secili e ka atë sekretin, thashë dhe pak më parë para se të nistën. E ka këtu sekretin ai. Dhe mund ta. Edhe detyrimisht që ata përpiqen që të mbijetoj, sepse vetëm me buxhetin e shtetit është relativisht e vështirë. Atëherë çfarë duhet bëj? Kjo kompani aksionere duhet të nxjerrë sasinë e të ardhurave që i duhet për të jetuar me tutje dhe për të prodhuar. Këtu është gjithë qëllimi. Dhe këte mendoj se ja kanë realizuar me sukses. Pra është një formulë shumë e gjetur, mendoj unë, për të mbajtur kompaninë, se mund të ngresh një kompani me ekspertët, se do të kohë të përgatiten ekspertët, por nuk mund të ngresh për 3-4 anije, sepse 3-4 anije 6 muaj dhe kaloj dhe pastaj me çfarë do mbahen këta njerëz. Dhe detyrimisht që kjo është zgjuarësia që kanë ndjekur dhe bashkëpunimi që kanë afruar dhe në shkrim një marrëveshje për ta mbajtur gjatë gjithë kohës aktive për prodhim anijesh dhe për riparimin e tyre. Mund të riparohen anijet tona, por mund vinë nga pala italiane dhe anijet e tyre, të riparohen dhe të kthehen atje. Pra do të thotë që në cikël të plot, ekipin e ngritur ta mbash të jetëzuar. Nëse nuk arrin ta mbash, kjo do të thotë që nuk po bën asgjë, por përkundërzi po shpenzon nga buxheti i shtetit pa efikasitetin e duhur. Kështu e mendoj unë. Dhe në këtë fushë është hera e parë që ne ndërtojmë, ose pas asaj kompanisë holandeze, hera e parë që ne ndërtojmë krijon një urë tjetër bashkëpunimi. Një bashkëpunimi që është shumë e rëndësishme dhe unë i uroj suksese dhe gjej rastin ta uroj për suksese dhe të shpresoj që të jetë gjatë. Ka rrisje të ndodhe kundërta? Nuk besoj. E para ekspertët marrëveshja e në nënshkruar
do të ullën grupet e ekspertëve se si ajo do të zhvillohet dhe për të vajtur tek modalitetet si që ju theksuat dhe për të mbajtur si të jetëzuar me interesa reciproke dhe jo mban fitimin, pjesën e luanit e mban njëra palë dhe pjesa tjetër mban detyrimin. Jo. Kjo është marrëveshje, si mund themi, në cilat palët në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë? Se cilat në mënyrë të barabartë do të marrë përgjegjësinë për investimin, do të marrë dhe përfitimet pastaj nga pra jo përfitime të njëanshme apo kosto të njëanshme. Kështu nuk mund të bëhet. Atëherë ai mund të t'jape grandin, po e them, do të ndihmoj të jep një grant 5 milion, po e quajmë dhe ja ku është. Po nuk mund të t'jap çdo ditë ai grante. Askush nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, se nuk ka njëri buxhetin e shtetit ta përdorë, se në fund fare do shkojmë në parlament dhe do jap llogari se si është përdorur buxheti i shtetit. A tjetër gjë është si realizohet tek ne, po jo kaq lehtë kalohet analiza dhe raporti për mënyrën e përdorimit dhe të shpenzimeve që janë bërë nga buxheti i shtetit. Se në këtë sistem që jemi, ne nuk kemi 30 vjet që kemi filluar, por se sa kemi hyrë nuk e di, s'di ta them, po do thosha që sistemi kapitalist jeton me taksat e qytetarëve. Por ka një specifik se një pjesë të mirë të tyre ja kthen qytetarit përsëri në formë shërbimi. A kjo është pastaj aty dhe investime publike. Është si një shoqat ose si një kompani që funksionon mbi bazën e aksioneve atyre që janë pranuar për të vendosur dhe në fund vitit jam i bindur që nëse nuk kërkojnë llogari për shpenzim dhe mënyrën e përdorimit të tyre, falimentojnë. Kjo është rruga. Mirë, unë do doja që të qëndronit me ne edhe pak minuta për të diskutuar pak për buxhetin për vitin e ardhshëm dhe prioritetet. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.